Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Kosovë, në Prishtinë për të folur për zgjedhjet lokale për balotazhin që zhvillohet në 18 komuna, mes tyre në disa komuna që janë kryesore, duke qenë edhe betejë më e fortë, sidomos në ditët e fundit, si në Prishtinë, por edhe në Mitrovic, pa harruar edhe Prizrenin, Gjilanin, Gjakovën dhe Pejën, por edhe qytetet e tjera, për të folur për situatën atje, si ka nisur procesi, si pritet të vazhdojë, por edhe për fituesit e mundshëm kemi të ftuar profesorin Blerin Burjani. Zoti Burjani, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje dhe ju, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Profesor, çfarë prisni nga këto zgjedhje, nga ky balotazh? A mund kemi idenë që tani për fituesit apo do jenë rrot deri në fletën e fundit të votimit, të numërimit? Po do të jetë gara më komplikuar ose gara më ashtu që do të zhvillohet në Prishtinë dhe Mitrovici, duket se këto dy komuna domethënë janë komuna pak më shumë më problematike për në rundën e parë, sidomos Mitrovica. Por edhe Prishtina gjë nuk është më mirë, domethënë ka pas më shumë tensione politike në disa subjekte, domethënë në Prishtinë, LDK dhe VVV. Dhe ka pasur natyrisht edhe çështje të tjera ose komplikime në Mitrovicë, në komunën e Mitrovicës midis VVS dhe FTK-s. Pra janë edhe disa komuna të tjera të cilat veç i përmendë, gati pothuajse gjysma e Kosovës po shkon në zgjedhje, të 38 komunave 18 janë në balotazh. Pra gjasat janë mëdha që opozita të jetë fituese më e madhe të zgjedhjeve, edhe pse duhet presë natyrisht rezultatin pas orës 7 deri ka ora 10 që do të marrim rezultatin preliminar. Deri atëherë nuk jena pak në gjendje me di se çfarë kush do fitoj, po mendoj që deri ka 12 do mund ora 22:30 minuta. Sipas orës lokale do ta dim se kush do të jetë fituesi në shumicën e komunave. Ju pak a shumë edhe fituesin kur folët që mund të jetë opozita, duke përmendur edhe dy komunat më lart, Prishtinën dhe Mitrovicën. Po natyrisht se tash duke pas parasysh edhe përvojën time me zgjedhje, por duke pas parasysh edhe vitet e të fundit çfarë ndodhi, dhe është më fuqish në nivelin nacional se në pushtetin lokal. Pra. Në Kosovë pak është më ndryshe se në Shqipëri. Këtu në pushteti lokal, ose zgjedhjet për pushtet lokal nuk varen vetëm nga subjekti politik, varen shumë edhe nga kandidati që përcakton apo përcjell subjekti politik. Prandaj shumë është rëndësia edhe kandidati me qenë domethënë personi i pëlqyer te elektoratit edhe te subjekti politik. Se për shembull na kemi një parti si SHVV, po për shembull ka kandidat më top në nivel lokal ose jo shumë të qyshëm, edhe ata pe hupin, po thoshte prej pushtetit lokal, gjithë shumicën e komunave pe hupin. Sa herë qëndrojnë më mirë në ballotazh, për shembull në disa komuna, po që kanë arritur bilim ballotazh, shkojnë po unë pres prap humbje të tyre, sepse opozita shumë është më që më të organizuar në këtë temë, dhe ma shumë kanë bërë koalicione, dhe nuk është të sjell ashtu si duhet, po mendon që pushtetin ose e merr krejt vetë ose heq, domethënë nuk po bashkëpunon me subjekte të tjera politike, sikur se kish pas bashkëpunim, sikur në Vushtre që ka një koalicion, me siguri ke dëgjuar. Po sigurisht. Ka bën një debate me Abdizikun edhe Tahirin. Domethënë sikur se kish pas koalicione të tilla edhe në komunat e tjera gjasa për me fituar, në më shumë komune do të ishin më të mëdha. Po ata ma pak në këtë temë po angazhohen, ose nuk të interesant fort, edhe pse kësaj herë u do ke kuti liberal, mundën me bashkëpunu edhe degët e VV-s në nivele komunale për zgjedhje, nuk do t'i pengojmë, ashtu qështu me sipar fjallori mirë, po nuk e ka thonë ma herë, në rundin e parë, u dash prej fillimit me thonë liberal në këtë temë, dhe me lonë vetë, me thonë degët e komuna me vendosë në për pushtetin lokal, me thonë hinë koalicion, se jo para zgjedhor ose në ballotazh, pra dash me kanë të lirë ata vetë me mendu se është interesi tyre më i madh, edhe që mundësia për me fitu, se këtu nuk ka puna për fuqizete, po sa më shumë e pas ndikim në pushtetin lokal dhe sa më shumë komuna me fitu. Po e thamë që edhe opozita për shembull qëndron shok fort mirë në këto, modja dhe aleanca si subjekt politik që është jashtëzakonisht i top në nivelin nacional, bile mendohet në Kosovë që nuk vjet edhe a do ta kaloj progën zgjedhon në nivel nacional. Aleanca mirë po në komuna qëndron mirë. Edhe në Gjakovë pritet domethënë me fitu, pritet me fitu në Suarek, në Rahovec, në mod Deçanin e ka fitu pa ballotazh, pra 4-5 komuna kanë me shku veç aleanca, edhe pse është një parti opozitare shumë e vogël në Kosovë, që
ka 6%, kur s'ka mujt me mri ma shumë se 8% dhe 9%, kur si ka pas një historinë e zhvillimeve elektorale në Kosovë, po që në nivelin lokal, po gjendet ma mirë. Po kjo është pak e çuditshme pse VV për shembull nuk po bën përpjekje që me konë ma afër dhe disa subjekteve politike dhe mos me konë kryeneq, po duhet me bashkëpunu, po në mujt me ngri qëllime dhe më të veta maksimale në zgjedhje, sepse kjo është përgjithë edhe për ndikimin e pushtetin lokal, po jo me lanë si hajtë se nuk është qaq e rëndësishme lokaliteti sa qendra, ose niveli nacional i zgjedhjeve. Pra të me pas parasysh vetë, me ditë vetë, më thonë VV-ja. Po si do qoftë, na jemi në një ndërsh dyberë se shini në pozicionin jena pak që të në shah, apo jemi të blokum kanal dhe më në kokë, dhe qendra dhe më thonë nuk funksionan të na, nuk kemi qeveri, pritet sërës zgjedhje, kështu më radhë, po pritin edhe tensione për të, nëse ka zgjedhje nacionale, me siguri do t'jenë tensione politike me të larta në tënd, nuk do t'jenë ma shumë komode asnjë subjekt politik, sepse betejë më e madhe në Kosovë zhvillohet në nivel nacional, dorën zemër. Në sot ju thash edhe media tjera sa premëngjesit në përmedia, ju thash edhe më herët. Se na pushteti lokal nuk kuptohet shumë seriozisht, nuk ka shumë popularitet. Kryetar më mirë se me konë Kosovë kryetar komune nuk ka, se kërkosh nuk del me protestu kundër këtij, nuk kërkon shkartimin tan, ata funksionojnë me çato premtime rrajtën dhe srajtën e krym punë të veta, domon asnjë kryetar komune në historinë e zhvillimit politik të Kosovës deri më sot nuk ka bërë dorëheqje, pra nuk ka qenë i përgjithshëm që ka dështuar ndonjëherë dikon në ndonjë komunë, ose që ka kërkuar mbas ligjit për veçorinë lokale ndonjë komunë, pra qytetarët e saj sipas ligjit thuhet vetëm qytetarë mund ta iniciojnë, domethënë në shkartimin e kryetarit të komunës, asnjë lloj iniciative nuk ka pas as për qytetarëve, as nuk ka pas